Jemi sot në këtë qendër banesash sociale, ku jeton komuniteti rom. Në këtë banesa, që ne i themi kontenjer, po në fakt janë banesat mirëfillta, sepse nuk i mungon asnjë lloj shërbimit. Vetëm pak knaqësi që ishte reale, ishin dyshemet e prishura, dhe jemi shumë të lumtur që sot shprehim edhe ne knaqësinë bashkë me banorët, të cilët janë edhe shprehen të kënaqur për këtë investim të fundit që Bashkia Shkodër ka bërë në këtë sektor. Banesat kishin nevojë urgjente për të riparuar dyshemet dhe ne e morëm shumë seriozisht dhe një investim i mirëfillt i bërë nga bashkia në të gjitha banesat, në mënyrë që të mos kishim asnjë lloj diferencimi, ka bërë të mundur që tashmë jo vetëm janë të niveluara dhe të rregullta të gjitha banesat dhe premtojnë për një banim normal, por është e zauruar dhe problematika që to kishin me insektet. Pra me këtë investim i kemi përmirësuar cilësinë e jetës në të gjitha aspektet, edhe në atë shëndetësor, edhe në estetik.